Korça ka përkujtuar sot 81 vjetorin e çlirimit, një ditë simbolike që kujton ngritjen e flamurit të lirisë, më 24 tetor 1944. Ceremonia nisi me interpretimin e bandës së qytetit, që solli tingujt e këngëve patriotike. Më pas u mbajtën fjalët përshëndetëse ku të pranishmit kanë shprehur mirënjohje dhe respekt për ata që sakrifikuan për lirinë e vendit. Ne sot përulemi me respekt para atyre që dhanë jetën në lulen e rinisë. Mirënjohje për brezin që sakrifikoi aq shumë që me zjarrin e lirisë në gjë, me besimin e patundur në fitore, i solli popullit lirinë. Sot përulemi me respekt përpara kujtimit të tyre, përpara çdo dëshmori që prehet në kodrat mbi Korçë, përpara çdo familje që dha fëmijët e saj për atë dheun, përpara çdo burri e gruaje që luftoi me armë, me guxim e me zemër të pastër shqiptari. Sakrifica e dëshmorëve, edhe gjithë atyre që sakrifikuan dhe luftuan për çlirimin e vendit, mendoj se duhet ngelet gjithmonë themeli për të ndërtuar në çdo kohë e periudhë rrugtimin drejt së ardhmes, pa e humbur asnjëherë vetdijen për nga e kemi zanafillën tonë. Ata ishin anën e drejtë historisë dhe faltyre ne sot gëzojmë një adhe të lirë dhe sovran. Është detyrë dhe përgjegjësi e çdo brezi që të mbajë gjallë idealet e tyre, idealet e dashurisë, të drejtësisë dhe të përkushtimit ndaj vendit. Ceremonia u mbyll me një koncert festiv që solli atmosferë patriotike dhe krenarie në një ditë që mbetet e paharruar për qytetin e Korçës.